Për plasi për vdekje me makinë 2 vjeçare në Rogozhin arrestohet drejtuesi i automjetit. Drejtuesi i mjetit që përplasi për vdekje 2 vjeçare në Rogozhin ka rënë në prangat e policisë. Aksidenti tragjik ndodhi dje rreth orës 13:55 në lagje numër 2 Rogozhin. Shtetasi FX 24 vjeç banues në Rogozhin goditi me automjet gjatë kthimit të automjetit për në rrugën e lagjes një të mitur 2 vjeçare e cila ka ndruar jetë. Në vijim të informacionit paraprak të dhënë ditën e djeshme ku automjeti me drejtues shtetasin FX 24 vjeç ka goditur një 2 vjeçare e cila si pasojë ka humbur jetën, njoftojmë se specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë 24 vjeçarin për veprën penale shkelje rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen.